Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto çaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e Engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. Ejo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, po vazhdojmë me lutjen e orës së mesme. Sot është e mërkurë dhe jemi në javën e 8 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hymë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh, Lavdia Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni orës 6. Mbreti fort hyi vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin dhe me zjarë shkëlqen mesditën. Shuaj i flakët e shamatave, flak e zjarrin e dëmprorësve, jepu trupave shërimin dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atër drejtësi dhe ti birë barës me atin, bashkë me shpirtin ngushëllimtar, që mbretroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Klitha drejt e o Zot më shpëto, shpresoj në fjalën tënde. Psalmi 119, pjesa 19. Me gjithë zemër të thëras o Zot më dëgjo, dhe do t'i ruaj urdhrimet e tua.
Klitha drejteje më shpëto që t'i ruaj dëshmitë tua. Para agimit zgjohe me të thëras në ndim, shpresoj në fjalën tënde, sytë mi zgjohen para rojës së natës, për të përsjatur fjalët e tua. Ma dëgjo zërin si pas mëshirës sate o Zot, e bëj të jetoj si pas gjygjit tënd, u afruan ata që më salvojnë dije keqës, janë larg nga ligji yt. Por ti o Zot je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua, që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiotit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tashe për gjithmonë e jetës, amen. Klitha drejteje o Zot më shpëto, shpresoj në fjalën tënde. Antifona e dytë. Zoti njeh mendimet e njerëzve, ato janë të kota. Psalmi 94, pjesa e parë. Hyi u jep të drejtën shenjtërve. O Zot hyi shpagues, dëftohu o hyi shpagues, qohu gjykatësi dheut, shpaguaj madhështorët. Deri kur mëkatarët o Zot, deri kur do të galdojnë mëkatarët, do të shpotisin e do të flasin me përbuzje, do të krenohen ata që bëjnë pa udhësi. E poshtrojnë popullin tënd o Zot, e shtypin pronën tënde, vrasin vejushën e ardhacakun, mbytin bonjakët. E thonë Zoti nuk sheh, s'di gjë hyi i Jakobit. Merrni vesh o marrashët e popullit, jo atë marë kur do të zini mend, ai që krijoi veshin nuk do të dëgjoj, ai që përftoi syrin nuk do të shoh. Ai që qorton popujt nuk do të ndëshkoj, ai që ja mëson njeriu dijen. Zoti i di mendimet e njerëzve, ato janë të zbrasta. Lavdiotit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tashe për gjithmonë e jetës, amen. Zoti i njeh mendimet e njerëzve, ato janë të kota. Antifona e tretë. Hyi u bë kështjella ime, hyi është qeta kun strehohem. Pjesa e dytë e Psalmit 94. Luma e njeri që ti e mëson o Zot, të cilit ti ja mëson ligjin tënd, për t'i dhënë paqe në ditë fatzeza, ndërkohë që bakeqit i hapet gropa. Sepse Zoti nuk e përbuz popullin e vet, as s'do të heq dorë nga prona e vet, sepse e drejta do t'i jepet drejtësisë, e pasaj do të shkojnë të gjithë zemërmirët. Kush do të ngrihet për mua kundër keqbërësve? Kush do të qëndroj bashkë me mua kundër të paudhëve? Po të mos e kisha pasur në ndim Zotin, për pak shpirti im do të banonte në vendin e heshtjes. Kur unë kujtoja më rëshqiti këmba, dashuria jote o Zot më ngjiti dorën. Kur në shpirtin tim grumbullohen vështirësit, ngushëllimet e tua ma gëzojnë zemrën. A mund të shoqërohet me ty selia e paudhësisë që stërhollon ligjin për të krijuar mjerim? Sulen kundër jetës së të drejtit e dënojnë gjakun e pafajshëm. Por hyi u bë kështjella ime, hyi është qeta ku unë strehohem. Do t'i shpaguaj sipas paudhësisë së tyre, me të keqen e tyre ai do t'i zhbi. Farën do t'u atret Zoti, hyi ynë. Lavdiotit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tashe për gjithmonë e jetës, amen. hyi u bë kështjella ime, hyi është qeta ku unë strehohem. Leximi i shkurtër i orës 6 marr nga letra drejtuar Kolosianëve kapitulli 3 rreshti 17. Çka do që të thoni dhe të bëni, le të jetë në nder të emrit të Jezusit Zot, duke ju falendëruar me anë të tij hyjit atë. Ty të kushtoj fli falenderimi, Dhe madhëroj emrin tënd o Zot. të lutemi. O hyj i madh dhe i mëshirshëm, ti që na dhuron pushimin nga lodhja së përditshme, na ndihmon në dobësinë tonë që të mund ta përfundojmë punën që e kemi filluar në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft na ruajt për çdo së keqi dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.